A jetohet në kanalizim. Të është skandal, dhe me thonë. Nuk moj mungi frym, kur të kalej këto se duhet me jesë ma shpejt. Por krejt këta qeveritar vlen veç një shesh. Sa kohë ju duhet prej momentit kur zgjidhet problemi pronësor aty? Përshëndetje Borem, shpresoj të jesh mirë dhe punët po shkojnë siç është mas miri, po të lutna nëse kishe mujt me ardhë në lagjen Kalabria te kolektori, jo ka banesat e arabëve, por rrugës prej UBT që hin në lagje, veç vazhdo drejt e një ure vogël nalësh edhe nëse mundesh me më kontaktu në tel, na mytën pacovat, na myti era, fryma të nxinët kur kalon, po të shkruaj një numër kontaktues, unë si banor prej vitit 1973. Na erdhëm te ura në fjalë, është rruga Recep Krasniqi, që kjo është gjendja, do me thonë, këshëreni. Absolutisht e të mërshme, po më vjen shumë keq për juve që s'po muni me një herën. Në fakt, po më vjen edhe mirë edhe keq njëjtën kohë, po për me nënvizu seriozitetin e situatës, këtë do të me ardhë dhe me morë frym pak. Edhe me kuptu çfarë ndotje është të shkaktu ky kolektor këto. Absolutisht skandal, do me thonë. Totalisht katrahur, do gypat hapën, veç të vendosën, jo funksional, do tjerë veç të vendosën për mi, të hedhën, e kom të paqartë sakt për funksionin e tyre, po sidoqoftë, këtu një sen është e sigurt që veç e shëndetshme nuk është kjo, do me thonë, me pak ta që ka muj me thonë, po flasim me një rrugë që ka qarkullim masiv, kjo rrugë të lidhë për ndryshe me rrugën A. Këto është skandal, do me thonë, era, që një tabel këto, thot vazhdimi ndërtimit të kolektorit në rrugën A, lagja Kalabria. E kom të paqartë tash projekti, plani dinamik edhe kontraktori deri në çfarë periudhe kohore është dashur me kry, ose ka me kry, që tash t'i kena me marrë vesh, po këtu do me thonë qysh po e shihnin nuk po duket që ka punime, thjesht jam vendos këto barrierat, sinjalistika që tregon me kalu mos me ra, do me thonë aty poshtë edhe absolutisht kur gjë tjetër. Do me thonë nuk ka mjetë e pune këto, nuk ka personel të kontraktorit që është këto prezent. Edhe kështu është për një kohë gjatë, se personi më ka shkru këgja më ti. Kësaj lagje, më lejë më rrinë në këtë lagje, do me thonë pej, kur e moj men, reka u konën një farë lloj kanalizimi u konën. Qështu që kjo gjendja është shumë më ti? Kjo gjendje pej mas lufte. Gjithmonë e hapër ka qenë kështu? Janë ndërtu e janë lidhë me sigurin këtë kanalizim. Janë gjitha ernat e spitalit, kanalizimet e spitalit që e vinë kënej. A kanalizimi i spitalit ka lënë kënej? Kanalizimi i spitalit. E qysh, era do me thonë e të mërshme këto, sa është sfiduse për jo, po shpesh herë ndodhë që nuk moj mungi frym kur të kalej këto se duhet me jesë ma shpejt. Se toksinat, qaq mëdhoja ka që oshtën të merë peshe edhe vetë. Këtu veç duhet me një doktor. Një doktor i ndershëm që vjen e spjegon çfarë smuja, pasoja janë këto erna, këto toksike. Do me thonë, unë e kësha lutë kryetarin e Prishtinës, që shumë ma primare oshtën, që kjo mu regullue, jo që onë lojës tone, po oshtën diçka e pa... Jo, era ka të mërshme, do me thonë. Mos harroni, ki qëto operimet e mija në terren këshin qenë të pamundëra, mos t'kish qenë Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, po ashtu edhe Babun Kosova, aplikacioni e downloadoni në App Store, i keni këtë restorantet aty, hajde? Pacovat e mlaj, që i kanë shkel veturat në për rrugë. Dalin edhe pacovat në janë. Natën dalin të merë oshtën. Kjo është tepër e rëndë. Nisan me jetu në kanalizim, a jetohet në kanalizim. Do me thonë, fiks po i bjenë si kur me jetu në kanalizim. Na jetojnë në kanalizim. Pas ke o burin fantastik këtu, garanta së në shfrytëzën. Për sy po për jetes nuk është. Bile edhe dimni tash nuk mujna me jetu kur ftofet koha. Shkaku i kanalizimit. Prej Matiqanit e krejt, kësaj dhe kjo lagje, këto ndërtesa, krejt kanalizimit derdhet këto, në këtë prockë. Do me thonë krejt të ndërtimet që ka jenë ato i po. Krejt që to derdhen që
që prock që ka qenë A ka prock. qenë gjithmonë kështu? Kjo nuk ka qenë, kjo na jem 6 vjet para lufte këto që kem ndërtu shtëpinë. Ka qenë një prock shumë e pastër. Okej. Që edhe na vetë kemi qitë peshqe ato. Apo? Po. Okej. Po këta se cila qeveri, parti, tu dha leje, tu qitë kanalizimet, kështu që veç u rrit kanalizimi midis qytetit. Midis qytetit. E dalin bojnë fushata, po që Dardania, që këndërtim, krejt, e kanalizimi është në mes. Por krejt këta qeveritar vlen veç një shesh. Po. Një shesh. Sheshin qendër, aj do të më ndru plakat, më regullu, jo, ase që kanë kanalizimin e hapun, pse nuk erdhen me qelë një fushat zgjedhore që tu, ku jetojmë na me boni të bim, edhe me po. Tani me dalë me lyp vota në popull. Tashti, na që kena me bo, kena me provu me kontaktu me drejtoreshën e investimeve kapitale, zonjën Zyrie Plona dhe me pyt cili është plani këtu, e këshin qitë një baner që atje, dhe me thonë kolektorin proces të ndërtimit mbylljes, që çdo që është plani spedias vetë, kena me kuptu që ta është pej zonjës Plona, nëse na hap, nëse na përgjigjet. Zonja Zyrie Plona, drejtoreshe investimeve kapitale, ma ka kthy përgjigjen me voice. Që kjo është përgjigja e saj. Në rrugën Recep Krasniqit e kolektori, këtë vit jemi duke punuar në pjesën e Kalabris. Aktualisht kemi një problem pronësor që besojmë se shumë shpejt do ta zgjidhim. Unë besoj që këtë vit do të përfundoj ky kolektor dhe nuk do të ketë probleme me kanalizim në këtë pjesë të rrugës. Natyrisht, problemet pronësore dinë shpesh herë me zgjat dhe me na kriju probleme në zgjatjen e realizimit të projektit. Okej, mirë po ndërkohë, ajo vazhdon me qëndru që kjo është problemi kur s'mojna kur s'folim me telefonat, po menej direkt, për shkak se s'moj me kundër argumentu, si do qoftë, po provojmë tash me kontaktu në mënyrë që me pas bashk bisedim, e jo veç përgjigje. Atëherë, unë e dëgjova voice-in e juaj, sa i përket problemit me kolektor, te rruga Recep Krasniqja, mundesh me na tregu për çfarë periudhe kohore pritet me u materializu ai projekt aty, për shkak se gjendja ke shumë e keqe aty, do me thonë kundërmënten krejt rrugën, ke absolutisht e pajetueshme. Na mendoj që brenda 2 javë po mendojmë që mujme me zgjidh qatë problem pronësor që me i vazhdu punimat. Kështu që jemi të pritë, do me tonë drejtoria pronës është të morë me problemin pronësor dhe po besojmë me momentin që zgjidhe qaj problem pronësor na shumë shpejt kemi me i vazhdu punimet edhe me e trajtu atë pjesë. Sa ko ju duhet prej momentit kur zgjidhet problemi pronësor aty për me mbylla? Është plani i mbylljes së kolektorit, a qysh? Po, e kemi do me thonë kolektorin për me trajtu, komplet do me thonë me vazhdu që ajo pjesa, me ndoj mrena 60 ditëve veç do të me përfundu që ajo pjesë. E qartë, zonja Plona të falenderoj shumë, dëgjojme pas 2 javë. Na normalisht kena me kontaktu me të mas 2 javë, pastaj kemi me mbajt përgjithse për gjatë periudhës kohore 60 ditore, kur na tha që është plani për mbylljen e kolektorit, ndërkohë unë jam Burim Pacolli, mos harroni me që ta më gjeni krejt platformat, siguroni një follow me ma bo.